Ministri sapo emëruar i shëndetësisë Vangel Tavo dhe zëvendës ministri e arsimit Nora Malaj vlerësojnë Universitetin Kristal si pjesë e sfidave për cilësi, kur ka kaluar vetëm një muaj e gjysmë kohë nga pezullimi që Ministria e Arsimit dhe Shkencës i bëri licencës së këtij institucioni. E pranishme në konferencën shkencore, reformat institucionale, domosdoshmëri për integrimin në Bashkimin Evropian, zëvendës ministria Malaj nuk kurseu vlerësimet për universitetin, duke rënditur atë si një ndër institucionet e arsimit që lufton për modelin më të mirë. Por drejtuesit e Ministrisë së Arsimit duket se skandali diplomave false është harruar në pak kohë. Jam shumë i kënaqur që institucioni arsimor privat, siç është Universiteti Kristal, ka mundësi dhe përballjen që mbas sfidave të radhës të paraqitet pikërisht sot në konferencë ndërkombëtare, duke ftuar të gjithë personalitetet të fushave të ndryshme për të dhënë mendimin më të fundit shkencor për qasjet dhe problematikat e ndryshme. Të kalush të sfida do të thotë të jesh pjesë e sfidës. Do të thotë të kesh mundësi të japësh modelin më të mirë, do të thotë të pranosh sfidat e kohës, do të thotë të kapërcesh pengesat dhe do të thotë të kërkosh të pamundurën për të realizuar të mundurën. Ndërkohë, ministri Tavo u kërkoi drejtuesve të këtij universiteti që të marrin një studim për të vlerësuar kërkesën e tregut për infermierët, mamit dhe laborantët. Edhe ju si universitet të bënit një studim në lidhje me nevojat e kapaciteteve njerëzore, nevojat e tregut punës për infermierë, për laborant, për fizioterapist, gjë që ju mund të realizoni shumë mirë dhe në mënyrë që së bashku me studimin që po bën Ministria e Shëndetësisë të bëjmë një planifikim më të mirë të nevojave dhe të kapaciteteve njerëzore në shërbim të sistemit të shëndetësisë. 2 muaj më parë, ky universitet u përfol për skandalin e lëshimit të diplomës falso për Enzo Bosin, djalin e liderit të Lega Nord, Umberto Bossi, i cili rezultoi të ishte diplomuar në Shqipëri pa qenë i pranishëm në asnjë orë mosimore. Ministria e Arsimit vendosi pezullimin e përkohshëm të licencës pas përfundimit të inspektimit të kryer në këtë universitet. Gjatë vitit 2012-2013, ky universitet nuk do të pranojë asnjë student, ndërkohë që nuk do të ndërpritet mosimdhënia për ata që janë duke ndjekur studimet.